Sot shënohet 22 nëntori dita e alfabetit të gjuhës shqipe, një moment historik që përkujton Kongresin e Manastirit të vitit 1908, një nga ngjarjet më të rëndësishme të bashkimit dhe unifikimit kombëtar. Në ato kongres, 50 delegat nga 26 qytete, klube dhe shoqata shqiptare u mblodhën për të vendosur mbi standardizimin e alfabetit. Nga të gjitha trojet shqiptare morën pjesë intelektual të shquar, ndërsa Mitat Frashëri u zgjodh kryetar dhe Luiq Gurakuqi me Gjergj Qiriazin nën kryetar. Vendimi historik i Kongresit vendosi miratimin e alfabetit latin të përshtatur për nevojat e gjuhës shqipe, duke dhënë gjuhës një bazë të unifikuar dhe duke konsoliduar identitetin kombëtar. Kryeministri Edi Rama përmes rrjeteve sociale uroi qytetarët në këtë ditë veçantë duke theksuar rëndësinë e alfabetit jo vetëm si kod gjyqësor, por si simbol i identitetit, mendimit dhe kulturës së kombit shqiptar. Ai shkruan: "Gëzuar ditën e alfabetit, ditën që vullosi Shqipen si një univers identiteti dhe mendimi në rrugën drejt së ardhmes, ku fjala shqipe vazhdon të ndërtojë historinë e një kombi që shpirtin e ka tek gjuha. Dita e alfabetit shënohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në diasporën shqiptare, duke treguar lidhjen e pandarë të shqiptarëve me gjuhën e tyre dhe rëndësinë e saj për ruajtjen e identitetit kombëtar në të gjitha trojet."